poeti ynë kombëtar Naim Frashëri flet për qiriun që tretet vetë për të bërë dritë. Pra për të bërë atë dritë e cila na mundson të shohim e të njohim njëri tjetrin, cili vërtet e do vendin dhe popullin ton, e cili do thjesht pasuri e fitim për veten e vet. Drita është ajo që na bën natën ditë, dhe drita jonë, drita e vetëvendosjes, buron nga e vërteta thjesht se ne nuk i takojmë pushtetit, por pushteti i takon popullit. Shpesh na akuzojnë se jemi teorik, por shifrat e shtetit janë poezia më kokëfort e realitetit tonë. Ja një shifër e këtillë. Kur ne erdhëm pushtet, ishin 10 terminale doganore private, sot të gjitha terminalet doganore janë shtetërore. E pra, kjo shifër kaq faktike, kaq e thjeshtë dhe e kuptueshme, na shpjegon se pse janë qartë dhe nuk pranojnë asgjë tjetër, por vetëm të bllokojnë. Dikur millin pare nga terminalet private, por sot paraja shkon tek ai që punon e kursesi tek ai që vjedh. Sot ne kemi një ekonomi që prodhon vlerë. Nga 7 miliardë euro sa ishte bruto produkti vendor kur ne morëm detyrën, po e prekum 12 miliardëshin tani. Kjo nuk është rritje në letër, është rritje në tavolinat e bukës, është rritje e mirëqenies dhe mundësive, është rritje e investimeve dhe e fitimeve. Edhe para nesh dikush fliste për rritje, pra ishte rritje e vogël e për pak njerëz. Ne e bëm rritje për të gjithë, mesatarisht 6% bruto produktit vendor çdo vit, e si vjet gjithashtu do ta kemi rreth 4% sikurse në vitin e kaluar. Shifrat tona janë pra fytyra e dinjitetit të ri të Kosovës për Kosovën. E kemi rritur edhe buxhetin e Republikës për 2/3, nga 2.4 miliard sa e gjetëm, si vjet është 4 miliard euro. Ata që dikur vëllnin në gjithë shka, nga asfalti deri te shkollat, sot çuditën se si mund bëhet punë pa vjedhur. Sekreti është i thjeshtë, e madje edhe publik, mjafton të punosh për zemrën e jo për xhepin, të planifikosh me tru e jo me bark. Kemi rritur pagën minimale nga 130 përkatësisht 170 euro sa pa të gjetur, në 425 euro sa është aktualisht dhe 500 euro siç do të bëhet prej një korriku të si vjet. Paga minimale 500 euro e patatueshme. Kush e do popullin, ja rrit të ardhurat atij, kush do pushtetin për vete, ja vjedh ato. Dhe jo vetëm që paga minimale do të jetë 500 euro e patatueshme për punëtorët, por edhe për bizneset, sidomos ato të vogla që duan të rriten. Kjo është një ndihmëse jashtëzakonshme për shkak se 6.000 euro të para do të jenë të patatueshme. Kemi punësuar mbi 80.000 qytetarë të rinj këto 5 vitet e fundit. Punësimin e kemi ngritur nga 350.000 sa ishte në 430.000 qytetarë të punësuar. Papunësia ka rënë nga mbi 25% në më pak se 11%. Pra para 5 vjetëve, edhe më shpesh se çdo i katërti ishte i papunë, e tash që po flasim edhe më rrallë se çdo i nënti është i papunë. Para 5 vjetëve vështirë ke mundur të gjesh në familje pa dikët papunësuar, ndërka që tash nuk mjaftojnë as 2 familje që ta gjesh dikët papunë. Përmes programit Superpuna, mbi 23.000 të rinj e treja gjetën vendin e punës me pagën minimalit garantuar për 6 muaj nga shteti. Kemi dyfishuar eksportet dhe investimet e huaja direkte, investitorët pra vinë aty ku ka shpresë dhe Kosova është vend i shpresës e i fitimit. Në gazetat amerikane e evropiane këto javët e fundit po shkruhet për sukses të Kosovës në punësimin e rinor, sidomos për sektorin e teknologjisë, informacionit dhe komunikimit. E pra, atje ku më parë shihej dyshim, ne mbollëm besim dhe po korrim zhvillim. Për herë të parë në historinë e Kosovës kemi ofruar shtesa universale për mbi 400.000 fëmijë dhe rreth 80.000 nëna lehona. Së fundmi shtesat për fëmijë edhe u rritën,
dhe nuk u morëm para taksave për t'u dhënë pushtetarëve siç është bërë në kaluarën, por u shpërndam ato fëmijëve e nënave e gjithë popullit të Kosovës, sepse këta fëmijë janë e ardhmja ashtu sikurse edhe familjet e tyre që janë e sotmja e ekonomisë dhe zhvillimit tonë. Pensionet i rriten për të gjitha kategoritë pa dallim dhe për 4 vjet 6 pensionet 13 janë marrë nga të moshuarit e dashur tonë. Paga në sektorin publik i rritën 3 herë brenda mandatit, arsimin e bëm falas në gjitha nivelet bachelor e master, sepse mendja e ndritur e rinjëson është pasuria më e madhe e Republikës. Investimi në dije është investimi më strategjik dhe ne këtë e bëm pa kursim. Në shëndetësi, buxhetin e barnave esenciale e gjetëm 24 milion euro, e trefishuam e tani e kemi mbi 100 milion euro. Nga klinika pas klinike, kaluam te spital pas spitali në renovim, diku edhe rindërtim, por gjithsesi gjithandej modernizim. Do të ndërtojmë poliklinika specialistike në Drenas, Sharr, Viti, Raovec e Leposavic, dhe ajo që e kemi ndërtuar në Podujev është shembulli se si do të duket edhe në këto komunat që e përmenda, poliklinika e re në shërbim të qytetarëve. E po ashtu edhe poliklinika të tjera stomatologjike në ban vendit, sepse shëndeti nuk është privilegj, por e drejtë themelore dhe ne po e kthejmë atë në realitet të përditshëm të përvojës së jetesës qytetarëve tonë. Në bujqësi, 120.000 fermer kanë marrë mbi 300 milion euro grante dhe subvencione dhe sipërfaqja e punueshme e tokës është rritur për 50%. Rreth 80.000 hektarë që kanë qenë të punuara më herët, tash janë rreth 120.000 hektarë. Fermeri ynë tani e sheh tokën jo si barë, por si mundësi. E kemi subvencionuar aksizën e naftës dhe po krijojmë skemën e sigurimit bujqësor nga fatkeqësitë natyrore, sepse fshati i fortë është themeli i shtetit dhe përparimi i kombit. Sepse kemi besuar në një parim të panjohur për opozitën në Kosovë. Pasuria rrjedh nga mosvjedhja, pra që të pasurohet shteti duhet të mos vidhet qytetari dhe pikërisht këtë gjë e kemi bërë ne me kaq shumë sukses e do të vazhdojmë edhe për shumë vite në vijim. Në siguri, Kosova nuk është më e pambrojtur sikurse dikur, buxhetin e ushtrisë e trefishuam, blerjet për armatim e municion u 100 fishuan. Kemi dyfishuar numrin e ushtarëve, me 2271 regrut të rinj për Forcën e Sigurisë Kosovës, kemi ngritur moshën e regrutimit nga 23 deri në 25 vjeç dhe kemi hequr tavonin prej 5.000 pjesëtarësh. Në mandatin e ardhshëm do të ndajmë mbi 1 miliard euro për Forcën e Sigurisë së Kosovës. Dikur ju e dini që na kërcënonin bondat, sot rendi dhe ligji janë në duart e sigurta të policisë e të ushtrisë sonë. Në veriun e Republikës sonë, rendi dhe ligji nuk janë mysafir të rrallë, po janë zot shtëpie. Nuk ka më të ashtu quajtura mbrojtje civile e brigadat të veriut, ka polici të Kosovës. Ata mund të bëjnë, qysh po bëjnë, postime nga kraleva e servis, dhe vërtet është për të ardhur këtë që fqinji ynë verior, i mbron, i strehon dhe i financon këta terroristë, ndër të cilët spikat Milan Radojčić, krye kriminali i sulmit terrorist në Banjsk. Sidoqoftë, me apo pa mbrojtjen e Serbisë, ata në Kosovë janë arrestuar e asgjësuar. Në Banjsk, policia e Kosovës sekuestroi nga terroristët 165 armë dhe sistem armësh, si dhe 63.083 municione, ku përfshihen granata, mina, eksploziv dhe predha. Përveç këtyre, në vitet 2021-2026, në verit Kosovës, policia jonë ka kapur 611 armë të tjera dhe 17.765 municione. Pra, po ti mbledhësh këto, del se arsenalet e kapura kanë qenë të mjaftueshme për shumë qindra terroristë, që do të kishin armatim dhe municione të bollshme
për të bërë trazira e destabilitet në Kosovë. Ne mund të themi, bazuar në këto shifra, se përgjatë qeverisjes sonë të mirë, institucionet e rendit publik në vendin tonë kanë parandaluar një luftë të re, të cilën e kanë planifikuar dhe e kanë synuar ata që e urrejnë forcimin e Kosovës, ata që haptazi angazhohen me çdo mjet kundër stabilitetit, sigurisë e paqes në Kosovë, kundër qeverisë së Kosovës, kundër votuesit të Kosovës, i cili vazhdimisht po tregon që dëshiron qeverisjen e vetëvendosjes. Në veri të vendit që përbën afër 1/6 e territorit, nuk ka më barrikada e struktura paralele, nuk ka më kapadai zullëmçare, kontrabandist, nuk ka më pika doganore që digjen, por ka kufi që mbrohen e ruhen, ka rend dhe qetësi publike. E pra, sovraniteti shtetëror nuk matet me deklarata televizive në Prishtinë, por me sigurinë e qytetarit në Leposavić, Zubin Potok, Zveçan, Mitrovic. Ne kemi shtrirë sundimin e ligjit, e kemi shtrirë shtetin tonë në gjithë territorin e Republikës, sepse e kemi dashur Republikën më shumë se rehatin tonë. Në veri, ku para vitit 2021 nuk kishte asnjë stacion policor, sot kemi 9 stacione rrotull kufirit që garantojnë sovranitetin e Republikës në çdo cep të territorit. Heroi ynë, Rreshteri Afrim Bunjaku, dha jetën për sovranitet shtetëror, integritet territorial, lavdi Afrim Bunjakut dhe lavdi çdo ushtari dhe polici që e ruan territorin dhe popullin tonë.